Mirëmjes, që tash jam në aeroport Ankara. Diku 15:04 ora. Sot është data 13 prill. Jam marrë një ora, jam të i palu këtu teshat. Biciklën veç e ndreqa. Tash këtu sene tjera si duhet mi mu shantat. Këtë mdull pun, sidomos me fry. Sidomos gumën me fry, 4 bar, është këtë zor me dorë me mush. Me pun dorës. Nëse 3 gjys, 4 smujta. Edhe tash po vazhdoj rrugën për Samsun prej Ankara maleve që shothirën jas harrova një veni një qyteti tjetër për me dit ka i bi. Nëse për Samsun, do me thonë detin e zi shkoj në drejtim edhe masanena besoj që mrena 4 dite më rinj atje, atëre vazhdojmë plazhit ose Bregdetit deri në Gjeorgji. Këto e thirri unë në sezoni i 4, se sa për mi nda nga pak. Pra të thamë edhe tash 13 prill 2026. Miru pafshim, shije ma vonë. Ja, sot dita e parë, si jë marrë një katun Qerkini, apo disha po thirët 10 kilometra, me një maj madhë. Sa i bona, 85 i bona dhe shtash pak ftoft, po kur po vëzitin zetë. Po jam, kur po jam të poshtë për nartë, kur po hipi për pjetë, atëherë pe kam shumë zetë, të poshtë shumë ftoft. Nëse nuk e di kur po më terë, stash është 15:37 e vazhdoj edhe një orë apo se nëzdi sa ora po në terë pelom 6 mo sigurisht në terë atër din një orë para si me u bo terë isha nalë po nëse sa në të pëkshyrim kur po bo terë të në shy e dim për djera herë du të me lypi vendikun se jam në vena të knena s'ka kur gjabet. Vesh një livall dikun me gjetë edhe me fut gjumë. Që pra nota e parë në Turqi, sezonin në 4. Këtu e gjeta një ven, u vanova pak disa e gjeta se shpia nuk ka, po i pa përshtatshëm veni, pak si shumë ujë dhe shumë si do far kodra si shka e këto. Mirë po apet në fund e gjeta mirë është. Pak ftoft hi shpejt mrena është. Aty kam pak më nëzet. Njërë kam kalu rrugës, sa i bona sot dikon 114, 100 po nuk jam gut për ata fort. Si jam gut fort. Nuk mujta pare me thuj kërkun. Një qytet madhë se himna ke heret në 8 ora 8 ke e bon kanë mshel ishin tana atër vazhdova rrugën nuk përita e nesër vin dikun tjetër mu isha mi thuj paret se me hin nesër do të me këshyrë në supermarket a bon me viza me pagu në restoran hina me viza me pagu do të me pyt kur ka qëfar në supermarket ishta me bledi shka, ja. Po tash, njëherë ditën mirë, tash me një vetën pak lotë. Po nëjse, ja. Ja si do këtë pak këtu vendi. Këtu bisikën në lëshoj poshtë, nuk e lakshë në kom. Plët shonta. Nëse këta me kene pa veç.
Atëherë, që atje dili veç për rëj? S'di që tu shka ishen qështu o dhej ish. Në këtë rejon qështu kështë që so kodra. Që ishen bo bashk. Ama dhej nuk ka gur është o dhej. Menova që është kershë kështu po jo. Nuk është. Tara. Hajde. Natën e mirë, deri nesër, po këshirim nesër a në qëzoj diçka. Eyes on me now, can't look away. Feel the groove start, lost in the play. Lights so bright shine, heartbeats racing fast, dancing through the night. Make this moment last. Attention, you got my full attention. No way to escape this tension. We're caught in this dimension. Music loud and clear, feel the rhythm flow. Every move so near, let the passion show. We're here in this space, can't let go of the chase. Every beat we embrace, locked in rhythm's trace. Attention, you got my full attention. No way to escape this tension. We're caught in this dimension. Se një orë jam të shty kodrës për pjetë. Edhe një herë hala kondicion s'kam si duhet. Në një 2 javë 3 shkojnë sigurisht. Kjo është. Këtu jam të shku në showroom. Kam dikur në një 20 e diçka kilometër. Sa tjetë e poshtë, për që atjeshit e rda. Që një orë jam të shty. Do më thonë vetëm s'kam vozit hiq. Sot jem nis herë që 11 ora. Pe 7 gjysve deri 11 i kom ba 20 kilometra. Aq kodër e kom pas sot. Po nejse, qështu është. Her kodër, her të kurze. është 20 kilometra, mirë që kom bli dje sene e kam me hongëra, nejse kom pa menu 20 kilometra. Kom pas 35 kilometra që to qorum. Thasha shkoj atje ha e au. Dhe i kam u bon edhe një saat i dhe i sa të më rinj. Me ja. Që u bon 12 saati, da më thonë një orë ma vonë. Edhe në halat të veshty. Për një orë, da më thonë 2 kilometra heca ja. Ja nisi edhe shpina me mdhimt. Se jam unë pak me shpinë, pak që shumë. Unë ala me pëshu, nuk di gjo. Kur pohët që kur privet kjo kodër. Edhe kamionat janë shumë ka dale. Ja. Ta minë zi po në gjitën. Veç mos të më kap shpina, se s'pe jam ngosh, sot vënaj.
Nuk e kom këshyrë vëlla si është në komod, si është kodër po. Po se kom ditë se o që ka që fort, me gjithë se shkrun aty një farë vije e kuqe. është aty kur është përmi 8%, 9%, jo përmi 10%, shkru një vije kuqe, është aty me të kuqe. Po, gata. Gjore ky që ka bon. Ky tipi. Aj. Që jam në qytetin Havza apo thirret, edhe 100 km deri në deti Samsun. Piktuhet pak ftoft është bon, në gjysë ditë e ke mirë, e që tash është tykon 90 gradë. Qëtu i pyta era në gjami, qëtu kuma bicikla do me qitë këtë shatorin, tentin. Që shdo në mi thonë, jam su mi thonë shatar, që shtu pej fillimit. Tent anglisht, shatar sërbisht, hajt me det. Që kjo është gjamia, tash do më shku mrena. Këtu nesën pari është që tu e pashe i vetë, ama se më do që tu mrapa nuk i pengoj, thash që i ban. Se kjo është kështu mirë ku do këtë edhe jashtë edhe mrena ishe mirë. Qëtu e kishë një farë dyqoni po shqin buke me hangër e me pi qaje. Nuk kom pa shpesh në gjamia, po. Se më kanë disa gjami këtu e s'kom pa edhe atë shumë. Këtu hymja. Dera me he. Pak terë është. Ta shtritat s'pilvezjone. Edhe pak dhe një orë, a kësho mi falet. Mirë mjes. Që e promë si flenë të në gjami, natën u bon shumë ftoft. -2 gradë, nuk e kom besu. S'tash veç sa u qumë, se uzat. Erdhë promë edhe njoni këtu me bicikull lipke. Jo. Që edhe një 20 kilometra në armë Samsun. Atëherë du me konë pak më të zetë. Në gjithë edhe që tu ftoft, po jam bjesh halon altë. Tash jam vetëm të shumë të poshtë. Musha me gjithë një camping, një të shirat mas 5 ditëve, a 4. Mas 4 ditëve musha me të shirat, kështë jam pastru pak në gjamia, po jo si duket. Rruga pak të naltë, po problemin e kam që kam shumë sene. Duhet me gjujt. Gjithë që ali camping, më nalë aty, si duhet e me gjujt e sene. Shumë 30 kg e sent. Mu isha 20 me i bon. E kam shtirë pak 20, po me i ofru. Kam shumë teknik. Me drone, me laptop. Veç a i ka 2 kg e gjys. Po mdoket. E komod, mdoket të gjys. Nese, unala pak me umër buk. Veva rrugës, që shtu të shka. Në lënë sa po do këtë. Qarja rruti salame buke që sot për ditëshme na që ju thujmë, ose na për para që përmeshim që a ishe në punë në bukë rrugës në për shtetë në rëshme Jugoslavia. Ftoft, është dhe frymën e kam kështu për para, në për që ka frymën të mon pak ftoft. Sidomos kur po jam nalt, por njerës na atër po bitet poshtë, atër e ftoft. Atër po na kështu ta mon që e visha këto se dhe shije ma vonë. Ja, sa do nisa nga Samsun, në drejtim Ordu, në detin e Zi.
po mendova se kur vjen deti është pak më nxehtë. Këtu është super në Atlantik, këto. Shi, sot ja nisi shi, unë nisa 50 km se promi më konë camping, do shta me netu, apo unë alë shiu e u dok që ja nisë shumë vonë. Atëherë, më zonë i shiu, mas 50 km, ta shko presi të dhe pak se në këtë shi nuk vazhdoj. Po këshyrim shka bëj, të i gjohën. Që tu kish mujt në shtiniri me nejtë, tajtë, sonte, të funim ram, se është e mshil, ne? është da. Nëse s'ka bashkë vend, ta mund, s'ka të utët. Po shi, po thot që nalet pak. Spaku e mujt me shku që atje një gjami është. Të një gjami më shku e me hindi kon përfumin, pak ma mirë, natën. Spaku në ndo një qullmë, që është nevoj edhe ma ena. Po kësyrën që po bohe, veç 12 gradë. 12 gradë funi prillit, po s'kisha besu se është ka shtok në këtë. Që masi dje, nikon mas dite edhe sot që vite në Roshi, jam ardhë Ordu, qytetin Ordu, 70 km. Si bëm nalet 30% po nalet kamera. Nësë t'i shkon shi, kisha bon me që 20 se rrugë. Se ty e pare si ke gjamia ma heret. Më tha që të mund është me flajt koridor. Qita të senet e mija që aty. Nësë unë e veta për jashta nëse danë mund është edhe mrena. Se ka roshi shumë, sot jam lag pak, atër e më pave kështu. Për ata kam dheshe të thëmë se këtu mrena, nuk kom që ftoft po, pak ka hija të ftofti. Sa mund është që tu me flajt. Mrena tha nëse danë, thash po mërë ma mirë në hëtë nuk është, po koridoro, po se për është me fjetë. Që aty mrena. Nesër kam thonë që nuk kam roshi. Edhe vazhdoj për qytet madh s'ka ndrejtim Trabzon. I'm not so wide man, I have like Trabzon. Jena në thuna tash në shpi, qërë në norma. Ta shërëshruëm ashtu në autostradë. Edhe ma shumë nga ujtë. Ja, shqone pa. Kja është, nuk ka autostradë e lejume, ama punume si autostradë. Në 2 traka, plus nga pjesa kukë vëzitë e në. Mirë po shi edhe shko. Aty është deti, 20 metra, 30 nga këtu. Deti I zi, mirë po këtu po bita shi edhe bjesht nisha me tregu. Bjesht shumë të nolta, këto kodrat fillojnë këtu. është pija atje ku po drejsi vokë. Vizë që shtryt poshtaj. Ka kondicion me hipnal. Atje pret një egull.
Georgi po m'duket. Sikur Kaukaz. Krejt ashtu është, shteti shumë i ftoftë. Vjesht me një herë fillojnë dhe ka verë 2 javë ditë verë, e të 2 muaj ditë që ka ma shumë. Në tash është fund i prillit, temperatura nga ma herët që 9 gradë drejtora në paradite. Jam të pasu pak ashtë shtok që të në gjithë. Shi ka pas për ato dite, gjithë. Kër nisa unë tanë më nalë, tash filloj apet. Në që se sot ka në më smëra shi për që apet po bjen. Jam dikun një 100 km larg Trabzon. Sot nuk më bëj atje. është dikun 11-30 ora. Besoj, apo? 11 ora, Trabzon 100 km është larg. Po, ne se afrohem atër edhe një 3 dit. Sot është hanë tentën pa unal, atë s'ka në hitë në dalë në gjithë i shka me një dikun. Nuk ka në gjithë abonete. Dhe, një koptën. Për snot. Se jam drejtim Rize nga Trabzon. Drejtim Rize. Sot e kom kaluar qytetin Trabzon, qyteti madh, kom vënu dikun një 2 orë me dalë jashtë. Normal në unë po voziti këtu në rrugën e Bredetit. Ky region nifet për çaj, do më thonë prej detit kënina fillojnë ato kodra bjeshtë, ose nifet për çaj, që pra këtu është një se si është, këta janë t'njellë në çaj këtu. Deri ma sa se shpija po do këndo. Qështu, ja ka dhonë shpatit. Ja. Portokalla pas kanë halas aty. Si ka nuk hitës. Normal, kur kanë mjaft. Që do këtë interesant. Nëse sonte deshta me shku në qytetin Rize, po thërke, R-I-Z-E. E kam edhe një 25 km, sonte duhet me rrinj, atëherë i bëj sot 130. Edhe nesër duhet me u gut pak, edhe sot jam gut, 130. Edhe nesër kam i bon për me dalë në Batumi, ajo është qyteti në Georgi. Aty këshyri sonte musha me rezervu një dhomë. Nesër mbrëmje fillon shiu 2 ditë. Ka unë alë shi i madhë, kështu që deshta musha me rezervu një dhomë, aty me net edhe me këshyrë për pak në aeroport, që duhet me kalu detin Kaspik më ndo për tiret, në rishë s'ka mundësi. Në për Azerbajxhan kufiri është imbyllun, vetëm me aeroplan, për me dalë në Kazakhstan. Ose për Rusi, aty jo vizë, jo të jepin nështë vetëm për 3 ditë, atër duhet me tren me dalë, atëre me tren s'është interesant, kështu që duhet me hyp dhe vizën në Rusi s'ti në për Kaukaz duhet me ra është si se e kom bon në rishë planin me hyp në aeroport aty dikun vej Tiflis ose një qytet tjetër thirët e ka dhe ajtë duhet me qyrë internet dhe me hyp në aeroplan nga aty me shku Aktau në Kazakhstan. Atër pe tyt ma s'kam nevoj për aeroplana, vetëm për trena. Janë disa pjesë ku duhet me tren, se është shkretira 3000 km, nuk më duhen 3 muj mi kalu. Edhe nuk e përballoj, nuk e bon askush. Hajde, jam dishka
sikur autostradë, zakonisht, ne? Mirë për shoferat mirë, po vozitin, kamionat po largohen, mirë. Unë do të me cit shallin pa gojës, pa më parasysh koha, se po me ecë huna atëre, e Korbeqes të jo. Më duhet që shtu me majt. Në gjithë se temperatura edhe që nxehtë nuk është. Opa. Oh, kështu jam natë shumë. Nese. Po më dashka me sjell këto, po në tash jo. Oh, yeah. Se pra unë pozitin këtë pjesën teme. Mirë ka shku puna dhe i tash. Kur të është kështu një pjesë mirë, po dikun ka pjesë që nuk e kam këtë rrugë. Atëherë problem ka kamionat kur të vinë. S'kan as këta ku me ik, pa të havan. E për kjerë po, është të që. Qërë atë i flamurin, a pa shteti është me kosh privat. 10 metra i gatë. Nëse pesi jom nis deri me tash i kom bo këtu 810 kilometra. Ej 810 kilometra deri tash. Jo. Solo do të tjetëri i gati. Po ven i ftoft. Sikur në Atlantik qaj sistem. Shumë ftoft këtu. Edhe që është deti, këtu e kemi detin. Për ata s'ko as shumë turizm, këtu që edhe qajt, fushat e qajt këtu apet. Fusha këtu s'ka, këtu mirën vete me qaj edhe me peshk. Kja rruga plët qytetit, sidomos që tash nga funi, nuk ndalë hiç. Këtu vetëm afër rrugës, me njëherë me të mrapa fillon
fillojnë vjesht, nuk mundën me ndërtu. Nëse këta pithojshin hotel e jo hotel, gjithkun është me hë, këta ja kanë fut qashtu hotel, hajte. Pjesë e urës. Që atje shenja rize, atëherë artfin. Ja, mirë mbrëma. Që të kam ardhë në qytetin Batumi, në Georgi, këta i thojnë Gruzia. Mirë po nuk kam mujt me inqizu rrugës pe Turqisë, në kafunit Turqisë kur gjo. Ty shka kamera nuk qitë ke fotografi, i ranojsha, nuk u dheske. Jo mirë, diçka si gjysë u dheske, atër sujta kur gjo me inqizu. 3 herë provova, edhe këtu në banesë shpesh jam ardhë, nuk u dhes që tash o dhezave që kur po boni. Tërë tash hajt pak t'ju informoj. Pra jam ardhë këtu në Batumi, në Georgi, është mas kufirit një 20 km, atëherë këtu rri 3 net, se 2 dit ka shi, për ata jam gut pak marë në mbrëmje, sikur që natën ja ka fillu shiu deri, ta më thonë prejt mërkurës deri premten, as ditë e bjen shi. Atëherë thash s'po vazhdoj rrugën, por rri këtu kurtosh se shumë problem. Sidomos natën, kur të ditën mirë, po natën, atëherë e lash krejt e mora një apartment i vogël është tu, po pak lirë, 70 euro, jam vetëm në i dhomë, mirë është. Atëherë hina pak, ja, në kompjuter që shtu jam të punu, të kësyre që su sene. Kitë në laptop, e rezervova biletën për aeroplan, se tash nuk kam ka më shku në ryshe, më duhet vetëm aeroplan, se për Azerbajxhan kufir jam mbyllur, vetëm me fluturu bën, kështu në kom, ose me vetur, me kerë nuk bën më shku, është i mbyllur, vetëm me aeroplan bën më shku. Atëherë, drejtimi tjetër është për Rusi, po dhe aty nuk deshta, atëherë do të me hyp në aeroplan, por e kom planeru kështu, ashtu në fillim, me kalu detin Kaspik, po mdo këtë e ka emnin. Prej këtujt me dalë në Kazahstan Aktau, atër e rezervova për 1 maj. Tash e kemi 20, cila datë ke 23. Tash e kemi 23. Prej këtujt deri në qytetin tjetër janë 140 km, du mi po 2 dit me shku, besoj që bona me njonin, edhe e ka një drejtim. Edhe e ka aeroplanin me 1 maj, kështu që bohëm bashkë deri në Kazahstan. Ta shkallojmë anena, edhe vazhdojmë atë në Kazahstan, besoj që atje e këshyra pa kohën, ish afër 20 gradë, se këtu shumë ftoft, edhe shumë shi ish. Ton vitin ish kështu, se kom ditë që është kaq shumë në Kaukazus. Se dhe në fund Greqisë, Turqisë po ashtu ishte, sikur Kaukazus, aty kur rritet qaj krejt njëjtë, sikur këtu. Mirë se më dhes kamera, tash kisha mujt me bomë, sigurisht nesër du me hi me punu videon për Turqi, dhe me thonë vetëm Turqi, se dhe me postu sa ma shpejt. Masi jam këtu, masi tash kam kohë. Edhe me thonë 5 ditë rri Katausi, që shë thjerë?
Kata usi me emna nuk e kam fort i harroj shumë shpejt. Ai qyteti, unë kur jam nis me shku në Tbilisi, në kryeqytet, është pikë dhe atje 400 kilometra. Do të thonë kisha bu atje në 5 ditë. Po më tregoj njoni jo për edhe pe aty i t'ka, atëre po vazhdoj pe aty, tikëm pikse i kohët, him ku ma pak më nëzet. Kështu që wird alles gut. Edhe mira puna bicikletën kom pas pak probleme. Mirë pa ato probleme kishna pa bo une, se pa shkur e qelsh, kur më shpërthej ke guma e qelsha me ato, e vrajsha atë farë mrena që është një, ja, nuk di që shethojnë, që i mbrojnë për i telave, mës me shpërthy gumën për i mrenshme. Mirë pa unë ato e preksha këtë e hap, edhe ajo prishke pak edhe ma shpërthej ke gumën. Se kam kila pak ma shumë, dikon 4 bar e gjys e kam mush, atëherë e shpërthen ma letë. Kështu që 3 herë për një ditë më ka shpërthy. E shkova në Reqa, ja qita ato kusnicat e reja e dishka qka jon kon hargjit. Atëherë thash, mu isha dhe vetë, po thash a qita atë sajlin atëherë trene. Kështu që a i tha ma mira me në rrugë, shumë lirë e boni servisin, një orë ka punu në ta për 12 euro, thash mirë, më boni në hatë e krymë. Ta është shkojmë, do më thonë, qytetin tjetër, do të me këshirë një paket me zjetë. Shala e gjojmë dikon shumë ma letë, nëse jo më duhet për 2-3 copa të mëdhaja, me bo një atëherë pak ma problem. E do të me këshirë të këta biciklistat, apo moj me zjetë dishka, unë edhe ai kolega italis tjetër, se italis është, kemi udhtu pak një ditë bashke, tanë që ja i met më rampa, unë shkova 100 km largë, s'mujta me prit. E kështu që është ardhë, sot mbrëmje erdhë, unë jam që 2 ditë këtu. Hajde, shihemi pra në epizodin tjetër të Georgis, këtu përfundon epizodi i Turqis, sezoni 4.